Rëmendjes që i dëgjuesit, ne ju mirë presim në kishën e studimeve Krishtit të Biblës. Ne falenderojmë Perëndinë për mëshirën e tij, në mbrojtjen mbi ne. Perëndia hapur veshit tonë, mendjen, zemrën për të dëgjuar fjalët e tua në emër të Zotit tonë Jezu Krisht. Amen. Si jeni? Unë shpresoj se ju jeni të mirë. Ne ju do ta njihni të vërtetën, ne e vërteta do t'ju bëjë të mirë. Ky mësim, kisha e Krishtit është përpijuar nga Josep Hafoakua, kishën e Krishtit. Nga ajo ka bërë, një duhet të shikoni në kishën e Krishtit mësimit, sepse në të parë Pjetrit 4 ajeti 11, nëse dikush flet, jeta bëjë si të shpallë orakullit të Zot. Nëse ministrat të gjithë, jetë bëjë atë si me aftësinë që jep Perëndia, që në gjithçka të përjevdohet Perëndia mund të me anë të Jezu Krishtit, të cilit i takon lavdia me pushtetin në jetë të jetëve. Amen. Ky mësim është vazhdimi i mbretërisë, në mësimi i kishës i është hartuar, në studiuar me ju. Kisha e Krishtit Efesianëve kapitulli 5, vargu 25, burra, ti doni gratë tuaja, sikur se edhe Krishti ka dashur kishën, ne ma veten për të, vargu 27, që ta nxjerrë atë përpara vetes të lavdishme, pa njollë arruhe ndonjë gjë të tillë, por se ajo duhet të jetë e shenjtë, ne e paqortueshme. Ky është një përshkrim i kishës së Zotit. Zoti e përshkruan atë si një kishë të lavdishme, sepse ai është arkitekti i saj hyjnor. Ajo është e sunduar nga Krishti i lavdëruar që është me Perëndinë në qiell. Kisha është një subjekt emocional për të shkruar në lidhje me, sepse ajo mori vdekjen e birit të Perëndisë në kryqe, Kalvarit për ta sjellë atë në ekzistencë. Ai ndjevjen e kisha me gjakun e tij. Veprat kapitulli 20, vargu 28 tregoni kujdes, pra, për veten tuaj, ne për gjithë tufën, në mes të së cilës fryma e shenjtë ju ka vënë ju kujdestarë që të kullotni kishën e Perëndisë, të cilën ai e ka fituar me gjakun e tij. Para ardhës e të kësaj, ai kishte parë e tij duke u mohuar nga Pjetri, praktisur nga dishepujt e tij, cili ka qenë shokët e tij të ngushtë për 3 vjet, përqeshur, tallur me torturuar nga juvenjtë që ishin vëllezërit e tij në mish, në mizorisht kryqëzuar nga romakëve. Në kishën e lavdishme e Zotit tonë, njerëz nga të gjitha sferat e jetës, kultura, ngjyra, ne klasa të keni dëgjuar për llogaritë e kryqit. Ata kanë rënë në dashuri me atë që varur në të, besonte fitoren e tij të madh mbi varr, ne u gëzuan me lartësimin e tij në të djathtë të atit të tij. Në bindje dashur, ata kanë ndryshuar jetën e tyre për të pajtohen me anë të kryqit me Perëndinë në një trup të vetëm. Kisha Efesianëve kapitulli 2, vargu 16, nëse ai ti pajtuar të dy me Perëndinë në një trup të vetëm me anë të kryqit, duke vënë në vdekje të armiqësi. Je të shohim tani në disa aspekte të kësaj kishe të lavdishme. Fillimi i kishës së Krishtit, veprat kapitulli 2, ajo filloi në ditën e rëshajëve, 50 ditë pas Zoti ynë u kryqëzua. Në atë ditë, llogaria e kryqit u predikuar nga apostullit frymëzuar për juvenjtë shumë të cilët e kishin kryqëzuar shpëtimtarin. Shumë nga ata që ishin duke dëgjuar predikimin në atë ditë thirri: vëllezër, ç'duhet të bëjmë? Veprat kapitulli 2 ajeti 37, kur ata i dëgjuan këto gjëra, u pikëlluan në zemër, ne pyetën Pjetrin, ne e apostujve:
vëllezër, ç'duhet të bëjmë? Këto thirrjet për ndihmë erdhi nga thellësia e shpirtrave portuguese, të cilët ishin dënuar papritur nga predikimin e Ungjillit. Ata dëgjuan se duart e tyre të liga e kryqëzuan bidhin pafajshëm të Perëndisë. Veprat kapitulli 2, vargjet 22 dhe 23, vargu 22. Burra të Izraelit, dëgjoni këto fjalë. Jezusi Nazareas, njeriu i dëftuar nga Perëndia ndër ju me vepra të fuqishme, me mrekulli dhe shenja që Perëndia bëri me anë të tij, si që dhe vetë e dini. 23 ai, pra, si pas këshillit të caktuar dhe të paranjohur të Perëndisë, ju keni marrë nga duart e të padrejtëve, e gozhduat në kryq dhe të dënohet me vdekje. Përgjigja Peterma për këtë pyetje është një: duhet të lejojë të zhypet thellë në veshët tanë. Veprat kapitulli 2, vargu 38, atëherë Pietri u tha atyre: pendohuni dhe pagëzohuni secili nga ju në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve, dhe ju do të merrni dhuratën e frymës së shenjtë. Pas pagëzimit të tyre, këta armiq më parshme të kryqit u falur nga mëkatet e tyre dhe shtoi nga ana e Zotit për kishën e tij të javdishme. Veprat kapitulli 2, vargu 21, dhe ata që e pranuan fjalën e tij me gëzim, u pagëzuan, dhe atë ditë rreth 3000 veta janë shtuar për ta. Vargu 27. Veprat kapitulli 2, javdëruar Perëndinë dhe duke gëzuar simpatinë e gjithë popullit. Dhe Zoti i shtonte të përditshme ata që ishin shpëtuar kishës. Për shkak të faktit se pendimi dhe pagëzimi ishin për faljen e mëkateve dhe të shtonte kishës, ne e dimë se asnjë mëkatar që ka jetuar ndonjëherë që rëshajme është ruajtur i shtonte kishës, pa përmbushjen e këtyre në mënyrë të qartë të kushtet përcaktuar. Si mund të çdo mëkatar forgivim të jetë kur pjesë e një kishe të tillë të javdishme që është përshkruar si pa njolla rrugë? Asnjë prej nesh në kishë jetojmë jetë të përkryer pa mëkate, por ne falenderojmë Perëndinë çdo ditë për faljen që marrim me anë të gjakut të dërguar të Krishtit, si rritemi shpirtërisht në Veprat kapitulli 8, vargu 22. Pendohu, pra, për këtë ligësi që ke, ne lutju Perëndisë që, nëse ndoshta mendimi i zemrës sate mund të shijuhet. Lidhur me Simon Magji parë John kapitulli 1, vargu 7, po të ecim në dritë, sikur se ai është në dritë, kemi bashkësi njeri me Pietrin, dhe gjaku i Jezu Krishtit, bibit të tij, na pastron nga çdo mëkat. Dërtuesi kishës së Krishtit kapitulli Mateu 16, verse 18, dhe unë po të them gjithashtu se ti je Pietri, dhe mbi këtë shkëmbun do të ndërtoj kishën time, dhe dyert e ferrit nuk do ta mundin atë. Vërejmë me shprehjen, unë do të ndërtoj kishën time, që Krishti nuk e ka ndërtuar ende kishën e kisha në themelimi i saj në përmjet vdekjes së Krishtit ishte planifikuar në mendjen e përjetshme të Perëndisë para se bota edhe filloi. Efesianëve kapitullin 3, vargjet 1-11, vargu 1, për të penduar që tani dituria e shumëllojshme e Perëndisë mund të bëhet i njohur nga kisha në principatat dhe fuqitë në vendet qiellore. Vargu 11, si pas qëllimit të përjetshëm që ai kreu në Krishtin Jezus, Zotin tonë, kur Krishti ka premtuar për të ndërtuar kishën, ai ishte deklaruar se në e tij të vdekjes, varrimit, ringjalljes,
Në ekzaltimin në javdi ai do të përmbushë planin e Perëndisë të moshave. Në kapitullin 16 verset 18 Mateut, ai e quajti kishën, kisha ime, duke treguar se ajo I përkiste atij. Ne gjithashtu vini re se ai ka thënë: Pyert e ferrit, Hades, nuk do ta mundin atë. Sundimtari I kishës së Krishtit, e cila vuri në veprim në Krishtin, duke e ringjallur prej së vdekurish, ne vendosur atë në epidora e djathtë në vendet qiellore, përmbi çdo principatë, pushtet, fuqi, zotërim e çdo emër që përmendet jo vetëm në këtë botë, por edhe në atë që është për të ardhur. Ne Perëndia I vuri të gjitha nën këmbët e pikëmbët, ne ja ma përkrye përmbi çdo gjë kishës, e cila është trupi I tij, plotësia I atij që filleto të gjitha në të gjitha. Kapitullin Efesianëve 1 vargjet 20 deri 23, vargu 20 I cili ka punuar në Krishtin duke e ringjallur nga të vdekurit, ne ullur atë në të djathtën e tij në vendet qiellore. Vargu 21 përmbi çdo principatë, ne fuqia, ne forca e zotërim, ne çdo emër që përmendet jo vetëm në këtë epokë, por edhe në atë që është për të ardhur. Vargu 22 ai vuri të gjitha nën këmbët e tij, edhe ja ma përkrye përmbi çdo gjë kishës. Vargu 23 cila është trupi I tij, plotësia I atij që mbush çdo gjë në të gjithë. Përlëvduar Zoti Jezus është monarku më I lartë I kishës. Asnjë njeri mbi tokë nuk ka ndonjë autoritet për të bërë ndonjë ligjet e kishës, për të ri çfarë do aktet e adhurimit, ose të ndryshojë ndonjë doktrinë. Zoti nuk mund të jetë votuar jashtë zyrës, ose humbasin pozitën e tij të autoritetit sepse ai nuk ndryshon kurrë, ne nuk vdes kurrë. Përveç nga të qenit kreu I kishës, Zoti ynë është edhe kapitulli I saj shpëtimtari Efesianëve 5 vargu 23 sepse burri është kreu I gruas, sikurse edhe Krishti është kreu I kishës. Ne ai është shpëtimtari I trupit mëshirshëm, ne besnik hing pjesë Hebrejve kapitulli 2 ajeti 17 I saj, pra, në të gjitha gjërat ai duhet të jetë bërë si vëllezërit e tij, që ai mund të jetë një I mëshirshëm e kryeprift besnik në ato që I përkasin Perëndisë, për tu bërë pajtim për mëkatet e popullit saj sundimtar Jumi e I vetmi, ne mbreti I fuqishëm I pari kapitulli Timothy 6 vargu 15 cila ai do të shfaqet në kohën e tij. Ai Jumi e I vetmi sundimtar, mbreti I mbretërve, ne Zoti zotërve, themelimi I saj I parë, kapitulli Korintasve 3 vargu 11 asnjë themel tjetër mund dikush të vë përveç atij që është hedhur, I cili është Jezu Krishti, ne shefit sornert tonë Efesianëve kapitulli 2 vargu I tij 20 duke qenë të ndërtuar mbi themelin e apostujve, ne të profetëve, vetë duri I qoshes Jezu Krishti, vendin nga I cili Krishti sundon kisha e Krishtit është në të djathtën e Perëndisë në qiell Hebrejve, kapitulli 1 vargu 2 ka në këto ditë të fundit na ka folur neve me anë të Birit, të cilin e bëri pra shërimtar të gjitha gjërave, me anë të cilit edhe ai veproi me të botëve, ka sejlinë në tokë. Çdo kishë me sejli në tokë nuk mund të jetë kisha e Zotit. Adhurimi I kishës së Krishtit në ditën e Zotit, dita e parë e javës, kisha mbledh së bashku për adhurim Hebrejve kapitulli 1 vargu 25 pa hequr dorën nga të mbledhurit bashkëtonin,
sikur se kanë zakon disa, por të nxisim njeri tjetrin, me aq më tepër se e shihni ditën që po afrohet. Kapitulli zbunjesa një vargu njepë isha në frymë ditën e Zotit, me dëgjova pas meje një zë të madh, si nga një bori. Kjo ditë e adhurimit është nxjerrë në pak të jetës çdo të krishteri besnik, sepse në të, ai tregon adhurim ndaj Perëndia me anë të 5 akte të veçanta të adhurimit. Duke predikuar dhe mësuar fjalën e Perëndisë 2 Timoteut kapitulli 4 ajeti 2 prediko fjalën. Të jetë gati në sezon e jashtë sezonit. Bindur, qortim, këshillo me çdo durim e mësimdhënie. Asnjë gabim është i lejuar për të dalën nga katedra e tij, sepse ai është shtylla dhe mbështetja e së vërtetës. Së pari Timoteut kapitulli 2 ajeti 15 megjithatë ajo do të shpëtohet duke lindur fëmijë, nëse ata të qëndrojnë në besim, dashuri dhe shenjtëri, me vetë kontroll. Predikimi dhe mësimi në adhurim publik është që të bëhet nga njerëzit e kishës së pari Timothy kapitulli 2 vargu 11 të ruaja jetë, mësojë në theshtje dhe me çdo nënshtrim. Dënia për të plotësuar nevojat e saj për herë të parë, kapitullin e Korintasve 16 vargjet 1 dhe 2, vargu 1 sa për të mbjelurit e ndihmave për shenjtorët, siç e kam dhënë urdhër për kishat e Galatisë, kështu që ju duhet të bëni të. Vargu 2 në ditën e parë të javën e njeset cilin nga ju vë diçka më janë, ruajtjen si ai mund të shkojë mbarë, se mos bëhen atëherë mbledhje kur të vijë. Zoti të ka zgjedhur për të kërkuar kishën të mbështeten në burimet e veta për të siguruar fondet nevojat e saj. Çdo të djejë çdo anëtar është i kënaqur për të dhënë për kishën e Zotit një pjesë liberaje të asaj që ai ka qenë i bekuar me. Lutja publik si që është rasti me të gjitha adhurimi, lutja publike duhet të udhëhiqet nga njerëzit e kishës. Gratë nuk janë të lejuara për të udhëhequr kishën në adhurim para Timoteut kapitulli 2, vargun 8 pra, që burrat të luten në çdo vend, duke ngritur duar të pastra, pa mëri dhe pa prindje. Lideri lutet në emër të gjithë pjesën tjetër të kongregacionit që dëgjon me vëmendje dhe luten së bashku me të mendërisht. Në fund të lutjes gjithë kisha thonë Amen për herë të parë. Korintasve kapitulli 14 vargu 16 për ndryshe, në qoftë se ti e lavdëron Perëndinë me frymën, si do ai që zë vendin e profanët të thotë Amen në falënderimin tënd, pasi ai nuk e kuptoi nëse çfarë ju thoni. Thyerjen e bukës, dorka e Zotit, e parë kapitullin e Korintasve 11 vargjet 23 deri 29. Vargu 23 sepse unë mora nga Zoti atë që unë ju transmetova edhe juve. Se Zoti Jezus, në atë natë që po trajtohej, mori bukën. Vargu 24 si falënderoi, e theu dhe tha, merrni, hani, ky është trupi im që është thyer për ju bëni këtë në përkujtimin tim. Vargu 25 në të njëjtën mënyrë ai gjithashtu mori kupën, pas darkës, duke thënë, kjo kupë është besëllidhja e re në gjakun tim. Bëni këtë sa herë që të pini, në përkujtimin tim. Vargu 26 sepse sa herë të hanin nga kjo bukë ose të pinin nga kjo kupë, ju shpallni vdekjen e Zotit, derisa ai të vijë. Vargu 27 prandaj ai që ha nga kjo bukë ose pin nga kjo kupë e Zotit padenjësisht,
do të jetë fajtori trupit, ne I gjakut të Zotit vargu 25, por se cili të shqyrtojë vetë veten, ne kështu të hajën nga buka e të pijën nga kupa. Vargu 29, sepse ai që ha, ne pi pagenisisht, ha ne pi një gërim për veten e tij, sepse nuk e dallon trupin e Zotit. Emblemat për darkën janë vetëm buka pa maja, ne fryti I harnisë. Që këto elemente përfaqësojnë trupin e Zotit, ne gjakun e tij, do të ishte blasfemi të marrim pjesë në çdo gjë tjetër. Model hyjnor kufizon marrjen e darkës të djejave veprat kapitulli 20 vargu 7 tani në ditën e parë të javës, kur ishin mbledhur dishepujt për të thyer bukën, Paji, I cili duhet të nisej të nesërmen, foli me ta në të vazhdueshme mesazhin e tij deri në mesnatë. Të marrim pjesën nga ajo çdo ditë, tjetër do të jetë për të shkruar për te asaj që është shkruar kapitulli Timothy parë 4 vargu 6 nëse ju vëzojë vëllezërit në këto gjëra, ju do të jetë një shërbyes I mirë I Jezu Krishtit, I ushqyer me fjalët e besimit, në të mirë doktrinës që keni ndjekur me kujdes. Sindin Efesianëve kapitulli 5 vargu 19 duke I folur njeri tjetrit me psalme, himne me këngë frymërore, duke kënduar duke lavdëruar me zemrën tuaj Zotit. Kolosianëve kapitulli 3 vargu 16. Fjala e Krishtit panoftë në ju me begatinë e vet, mësimdhënie me këshilloni njeri tjetrin me psalme, himne me këngë frymërore, duke kënduar Zotit me hir në zemrat tuaja çuditse parë Korintasve kapitulli 14 vargu 15. Çfarë është përfundimi më pas? Do të lutem me frymën, ne do ta bëj edhe me të kuptuarit. Do të këndoj me frymën, por do të këndoj edhe me mendjen. Singing është lloji vetëm I muzikës autorizuar në adhurimin e kishës së Krishtit. Gjithë asambleja do të mësoni, ne këshilloni njëri tjetrin në këtë mënyrë. Njata e re autorizon asnjë lloj tjetër të muzikës në adhurim. Kjo është, pra, duke shkuar për te fjalën e Perëndisë për të luajtur një instrument mekanik në adhurim. Ligji I kishës së Krishtit vjata e re është ligji I saj vetëm. Ky është instrumenti I autoritetit përmes të cilit Krishti sundon kishën Filipianëve kapitulli 3 vargu 16. Megjithatë, në atë shkallë që kemi arritur, jetë ecim sipas së njëjtës rregull, jetë I së njëjtës mendje. Timothy 2 vargu 13. Ruaje modelin e fjalëve të shëndosha që dëgjove prej meje me besim në dashuri, që janë në Krishtin Jezus. Ne nuk mund tu shtoni as do tu hiqni asgjë zbulesa kapitulli 22 vargjet 18 në 19 vargu 18. Sepse unë I deklaroj kujt do që dëgjon fjalët e profecisë së këtij libri, se nëse ndokush shton këtyre gjërave, Perëndia do t'i shtojë atij të plagët që janë shkruar në këtë libër. Vargu 19. Sepse unë I deklaroj kujt do që dëgjon fjalët e profecisë së këtij libri, se nëse ndokush shton këtyre gjërave, Perëndia do t'i shtojë atij plagët që janë shkruar në këtë libër. Ajo na është dhënë nga frymëzimi hyjnor, ne është prefekt. Së dyti Timoteut kapitulli 3, vargjet 16 në 17, vargu 16. I gjithë shkrimi është I frymëzuar nga Perëndia, ne I dobishëm për mësim,
bindje, dreqje në për edukim me drejtësi, ajeti 17 që njeriu I Perëndisë të jetë I plotë, përësisht I pajisur për çdo vepër të mirë. Që kur nuk do të jetë ndonjë zbulesë më nda, Perëndia juve kapitulli 1 vargu 3. Shumë të dashur, ndërsa unë kam qenë shumë I zelshëm për ju, shkruaja për shpëtimin e përbashkët, kam gjetur të nevojshme për të shkruar për ju bëj thirrje të luftoni për besimin, që u një herë për të gjithë transmetuar shenjtorëve. Vjata e re është projekti I plotë, I formës së prerë, ne të përsosur për kishën. Fjala e Perëndisë është standardi hyjnore e cila do të gjykojë çdo individ në ditën e fundit. Gjoni kapitulli 12 vargu 48. Kush më hedh poshtë dhe nuk I pranon fjalët e mia, ka kush e gjykon. Fjala që kam shpallur do të gjykojë atë në ditën e fundit. Organizata Profesori Kishës së Krishtit ne kemi përmendur tashmë se linë e saj shpirtëror në qiell, por në mënyrë që ajo të funksionojë, Perëndia dëshiron burra të kualifikuar që do të vendosen në pozita përgjegjëse në kishë. Timothy parë kapitulli 3 vargjet 1 deri në 5, vargu 1. Kjo fjalë është e sigurt. Në qoftë se një njeri dëshiron pozitën e një peshkop, ai dëshiron një punë të mirë. Verse 2. Një peshkop, atëherë duhet të jetë I paqortueshëm, bashkëshorti një gruaje të vetme, të butë, I urtë, I sjelljes së mirë, mikpritës, I aftë për të mësuar. Vargu 3 të mos jepet pas verës, jo I vunshëm, të mos jakmoj në fitime të paligjshme, por I butë, jo grinda vec, të mos jakmues. Vargu 4 njeri që e qeveris mirë familjen e vet, ne I ka fëmijët e tij në paraqitjen me të gjitha ajetin verimi 5. Sepse në qoftë se dikush nuk di të qeverisë familjen e vet, si do të kujdeset për kishën e Perëndisë, ai ka zgjedhur të ketë pjesë të emëruar në çdo kishë lokale. Veprat kapitulli 14 vargu 23. Kështu, kur ata kishin emëruar pjesë në çdo kishë, u lutën dhe agjëruan, I janë në dorën e Zotit, në të cilin kishin besuar. Puna e tyre është për të ushqyer dhe për të mbikëqyrur kopën lokale. Pari Peter kapitulli 5 vargu 2 kullotin kopën e Perëndisë që është midis jush, duke shërbyer si mbikëqyrës, jo me detyrim, por me dëshirë, jo për përfitim të pandershëm, por me pagurim. Veprat kapitulli 20 vargu 28. Pregoni kujdes, pra, për veten tuaj dhe për gjithë tufën, në mes të së cilës fryma e shenjtë ju ka vënë ju kujdestarë që të kullotni kishën e Perëndisë, të cilën ai e ka fituar me gjakun e tij. Njakët gjithashtu për tu emëruar si shërbëtorë për të ndihmuar pjesë të kapitulli Filipianëve 1 vargu 1. Pavli dhe Timoteu, shërbëtorë të Jezu Krishtit, të gjithë shenjtorëve në Jezu Krishtin që janë në Filipi, bashkë me peshkopët dhe njakët. Kapitulli I parë Timothy 3 vargjet 8 në 13, vargu 8. Gjithashtu njakët duhet të jenë dinjitozë, jo me dy faqe në fjalë, të mos jepen pas verës së tepërt, të mos jakmojnë në fitime të paligjshme, ajeti 9 të ruajnë misterin e besimit me ndërgjegje të pastër. Vargu 10. Por këta jetë parë të bestohen, atëherë jetë shërbejnë si njakë, duke u gjetur paqortueshëm. Vargu 11. Po kështu bashkëshortet e tyre të kenë dinjitet, jo shpifarake, të urtë,
ne besnike në gjithçka. Vargu 12. Njakët jetë bashkëshortë të një gruaje, ti drejtojnë mirë fëmijët në familjet e veta. Vargu 13. Për ata që e kanë kryer mirë shërbesën, të marrë për vete një gjendje të mirë në guxim të madh në besimin që është në Krishtin Jezus. Zoti ka zgjedhur predikuesit të qortojë në këshilloj kopën e 2 të Timoteut kapitulli 4 ajeti 1 deri në 5. Vargu 1. Ju përgjërohem, pra, për para Perëndisë në Zotit Jezu Krisht, I cili do të gjykojë të gjallë e të vdekur, në dukjen e tij në mbretëria e. Vargu 2 prediko fjalën. Të jetë gati në sezon, në jashtë sezonit. Bindur, qortim, këshillo me çdo durim e mësimdhënie. Vargu 3. Për herë do të vijë kur ata nuk do ta durojnë doktrinën e shëndoshë, por si pas dëshirave të veta, për shkak se ata kanë veshë kruarje, ata do të mbjedhin për vetë mësuesit. Vargu 4. Ne do t'i largojnë veshët nga e vërteta, ne të devijuar të përrallave. Ajeti 5. Por ju të jetë syqeje në çdo gjë, duro vuajtjet, kryeje punën e ungjilltarit, përmbushe plotësisht shërbesën tënde. Ne mësuesit për të udhëzuar Efesianëve kapitullin 4 vargun 11, ne ai vetë I ma disa si apostulli, të tjerë si profetë, të tjerë si ungjilltarë e të tjerë si marrinj e mësues. Shpëtimtari I kishës së kapitullit Krishti Efesianëve 5 ajeti 23 sepse burri është kreu I gruas, sikur se edhe Krishti është kreu I kishës, ne ai është shpëtimtari I trupit. Shpëtimtari I kishës së Krishtit është përjevduar Jezu Krishti. Prandaj është vetëm ata që janë në këtë kishë të javdishme të cilët mund të shpresojnë për shpëtim. Çfarë një bekim I mrekullueshëm në privilegji është të bëjë pjesë në kishën e Krishtit. Të gjithë kemi mësuar është se Krishti premtimin për të ndërtuar kishën e tij, me anë të apostujve është themeluar kisha. Krishti njeu me gjakun e tij, kisha I takon atij. Krishti është kreu I kishës, prandaj kisha quhet kisha e Krishtit. Adhurimi I kishës së Krishtit dita e parë e javës së dielës. Ndarjen e bukës darkën e Zotit, ne mbjedhim para për të bërë Perëndisë punës, të kënduarit, mësimdhënies, lutje. A keni gati për të lënë veten atij si shpëtimtarin tuaj? Ju mund të vizitoni kishën e Krishtit pranë jush për studime biblike. Gjithashtu ju mund të na WhatsApp në 0.5064225.34 mësim. Kisha e Krishtit është përpiluar nga Josep Hafoakuahi kishës së Krishtit, nga kishën e Krishtit. Hana ju përshëndes të gjithëve në emër të Zotit Jezu Krisht. Amen.